Do thoni ju çfarë bëhet me naftën shqiptare? Më ndiqni. Çdo ditë kalojnë 2 trena nga mëngjesi në darkë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vagona të cilat mbajnë rreth 2500 ton çdo ditë. Nafta jon që eksportohet, përpunohet jashtë dhe rikthehet këtu për të shitur me çmimin më të shtrenjtë të Europës. Sipas përgjigjeve zyrtare të ardhura nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, vetëm nga koncesionarët privat, përgjatë periudhës kohore 2004-2025, janë nxjerrë nga nontoka shqiptare mbi 16 milion ton naftë. Së ndryshe, është eksportuar çdo ditë nga një anije me përmasa 2500 ton.